Shumë, sa duhet të zgjasë një akt seksual. Dhe ndërkohë, sigurisht që kjo vjen dorë në dorë me stimulimin e femrës, sepse unë e shikoj nga pikpamja e një femre këtë gjë. Ideja është domethënë që më ishte bërë shumë pyetja nga meshkujt që sa shumë domethënë sa duhet të zgjasin. E kam problem shumë të madh që të zgjasin 30-40 minuta, një orë, më the të thash. E di si është puna kjo gjë shikohet në dy aspekte. Megjithatë, ka shumë vajza për shembull që neglizhojnë ose shumë femra që neglizhojnë të bërit seks për arsye sepse kur mendojnë që do jetë një maraton, nuk kanë as më fuqi dhe as në energji që të shpenzojnë për këtë gjë. Kështu që u kthehet më shumë jo në kënaqësi sesa u kthehet në punë kjo gjë. Kështu që unë faktikisht pata rastin nga që më ishte bërë kaq shumë kjo pyetje, po shpjetoja dhe po lexoja dhe fura re disa studime që ishin bërë. Megjithatë, dhe studimet variojnë nga 7 deri në 15 minuta, 13 minuta, ka dhe 3 minuta, ka dhe 30, 20, 30 minuta, 45 minuta janë të ndryshme. Tani, për mua si armitë, më thonë, ta them nga vetja ime. Për mua, një seks normal është 20 deri në 30 minuta. Ama, ky seks 20 deri në 30 minuta shiko unë ose edhe 40 minuta maksimumi, unë përfshi paralojen dhe stimulimin. Nuk po flasim vetëm për penetrimin, pra po flas sepse kjo ishte edhe një debat që u zgjua, si të thuash edhe në komente që unë vura re dhe që lexova, që ishte s'ka rëndësi kozgjatja, po ka rëndësi cilësia ose llojet e stimulimeve, gjëra të tilla pra. Dhe për mua si armit për shembull, një 30 minutë do ishte jashtëzakonisht shumë i pëlqyeshëm. Për arsye se flas pra, kjo është në kontekstin e paralojes, në kontekstin e stimulimit. Dhe në rast se unë dua që të bëj seks me epsh, në rast se dua që të bëj dashuri, siç i themi ndryshe, për shembull, të make love, të bëj dashuri, atëherë më pëlqen ajo zgjatja 30 ose 40 minutave, koha e masazhimit, koha e stimulimit, stimulimi vizual, çdo lloj stimulimi, pra stimulimet manuale, seksi oral i përfshirë. Domethënë, në rast se jam në këtë pikë, jam shumë e kënaqur, po nuk është e thënë që gjithmonë të jetë kaq e gjatë, pra. Në rast se unë e kam ditë jave, ose ditë pune, ose nesër shkollë, unë do shkoj në punë, partnerim do shkoj në punë, nuk është e thënë që të zgjas kaq shumë, domethënë. Kështu që di si është puna në një marrëdhënie kur është e re dhe akoma e pa konsoliduar, zgjat më tepër akti seksual. Për arsye se partnerët janë duke eksploruar me njëri tjetrin, janë duke mësuar për njëri tjetrin. Dhe u merr pa kohë, domethënë janë akoma në atë fazën e eksplorimit, impresionimit, të vënit të qenit domethënë që jam shumë i mirë, ke parasysh nga eksperiencat e kaluara duan të sjellin më të mirën e mundshme në repertor, janë shumë gjëra, kurse kur jeni në një lidhje faktikisht të qëndrueshme dhe të gjatë, e di se çfarë të stimulon. Për shembull, tek unë, që kam 20 e më shumë vjet martuar me partnerin tim, unë e di se çfarë më stimulon mua dhe e di shumë mirë se çfarë stimulon partnerin tim. Kështu që për mua mënyra e shijimit të seksit është në dy mënyra. Është ajo 30-40 minuta për shembull që ndonjëherë edhe mund bëj një pushim, hey, ma merr një shishe ujë ke frigoriferit, lutem, ke parasysh është dhe kjo lloj. Ose është dhe ajo tjetra për shembull që e vazhdon, për shembull është masazhi siç fola më sipër, janë gjërat më erotike, duam provoj një lodër të re, dua të më lidhi, dua të më japi një eksperiencë tjetër, dua të më godasi diku ose ke parasysh dua të provoj një lloj fantazie si një lloj tjetër dhe me këtë e pranoj atë kozgjatjen. Bile kam parë shumë komente që më thoshin, "Oh, zgjat 1 orë, 2 orë, 3 orë." Dhe faktikisht nuk e kam bërë komentin asnjëherë live. Po, e kam menduar më mbrapa dhe son me qenë se është e tema e tillë, një nga gjërat që më ka ardhur në mendje është domethënë që kur më thua që po zgjahet 1 orë, 2 orë, e mbaj domethënë 1 orë gjys, 2 orë, unë mendoj me veten time di çfarë, unë i kam dhënë të gjumit sipër. Kështu që unë i bie domethënë që okay, po vëj pul në zjarr. Ke parasysh po shkoj sipër, I'm getting it on, po filloj domethënë
ke parasysh qefin, stimulimet, më tej të thash, dhe mbas 20 minutash po shkoj poshtë, po kthej pulën, po e shikoj, po filloj prap stimulime, po filloj prap, domethënë, hey, aksionin e madh, epshin, më tej të thash, dhe mbas i kam mbaruar gjitha këto pulash për gati dhe ne thjesht zbresim poshtë për të ngrënë. Domethënë në rast se do mendoni që seksi është 1, 2, 3 orë, më tej të thash. Nuk e di me kë partner janë ata, dhe dua ta pyes atë partnerin që hey, si ndjehet, a dëm? Po nejse, kjo është për tjetër herë faktikisht. Për sa i përket, pra, kur dua të bëj dashuri me epsh, ose dua të eksperimentoj, po, më merr gjatë. Dhe ideale për mua është 20-30 minuta, 40 minuta maksimumi. Kurse, tjetra që e shijoj shumë shpesh, duke qenë se ke parasysh jam grua, jam vajz, jam nën, më duhet të laj, të shplaj, të bëj çdo gjë tjetër. Domethënë kemi arritur në atë dijen, si të thuash, që hey, bam, faleminderit madam. Ke parasysh, domethënë ai që zgjat 5 ose 7 minuta seks. Kështu që kjo lloj lëvizje që hey, bam, faleminderit madam, është shumë efikase dhe është thjesht e merr të njëjtin stimulim dhe e kanë seksin më të mirë që kanë pasur në jetën e tyre. Domethënë duhet parë edhe me këto gjëra. Pra në rast se keni vënë re për shembull në porn, planet që merren, për shembull, janë femrat janë jashtëzakonisht shumë të hapura, shumë të ekspozuara. Ke parasysh, domethënë, ose janë në pozicione që ti vret mendjen që si po ri aty dhe ndihesh rahat, domethënë e ngritur në një farfeje apo e kapur, apo ke parasysh forcë trupore jashtëzakonisht shumë e fortë, e ushtruar, më the të thash, këto gjëra duhet ju të bëj një trigger, ke parasysh t'ju lën diçka që është pra nga ana vizuale dhe vërtet duket mirë në kamerë, por nuk shijon aq mirë. Pra kjo është ideja. Kështu që femrat duan që kur bëni diçka, thjesht mos imitoni dhe të kërkoni atë të porn. Kjo është ideja pra. Ama, unë thash, për të plotësuar dhe për të pasuruar repertorin, është shumë mirë që të shikohet, pra sepse merr idet. Dhe kjo është, domethënë, sigurisht shërbenden atë që hapen diskutimet ose fantazit, aty ke mundësi shumë mira për të komunikuar me partnerin. Për shembull, shikon dhe këto rrugët e tjera që mund të komunikosh, ose aty për shembull mund të mësosh me diçka të tillë, çfarë i pëlqen, çfarë ndes, çfarë mund të bësh, çfarë mund të shtosh, çfarë mund të heqësh. Domethënë, kështu që ka edhe anën pozitive. Siç e thash edhe më përpara, pra, me trukun e pulës edhe të furrës, 2 orë është shumë e gjatë. 1 orë gjys, 2 orë. Po, Isa, me qenë se e ke shumë problem, e marr dhe e performoj shumë bukur e të lloj-gjëje, do flas prapë për këtë gjë, e kam bërë një video për këtë lloj-gjëje. Përshëndetje. A ka sëmundje seksuale? Sigurisht. Kështu që, pra, qëndresa ndaj aktit është shumë e mbivlerësuar dhe shumë e kamufluar dhe një nga rezultatet e saj është porn.